se po rritën zinxhir çmimi njëra mas tjetrën. Dhe sidoqoftë unë mendoj që Irani duhet të thirrë mendjes dhe të bëjë mirë kalkulimin dhe mos të bëj gard me SHBA, se dim shumë mirë se SHBA-ja shtetin më i fortë në botë dhe nuk mundet njerë për njerë dhe për një kohë shumë të gjatë që mund t'i dalë dikush përpara dhe mund ta sfidoj, për ja pra Irani veç thuja se nëse veç ka vendosur edhin çfarë pret, unë nuk besoj që Irani mund të mos e pranë një marrëveshje siç ka kërkuar SHBA. Zotërimi nga ana tjetër, fabrika dronëve që Serbia po ndërton me mbështetje izraelite, po shihet ndoshta se një projekt më ambicioz ushtarak në Ballkanin perëndimor. Mendoni se Serbia është duke përgatitur për një luftë moderne të së ardhmes, duke ndërtuar këtu kapacitete që ndoshta mund të ndryshojnë të gjithë raportin ushtarak në rajon? Po kjo është ona medalë, është që sot në zharën po është thik një dyteja. Edhe merr investimin, po edhe besoj se nëse e bën një sasi të konsiderueshme në magazinat e ushtrisë dhe i ruan, po edhe pse jo mund të shes dron shteteve që ka nevojë për to, dhe besoj kjo është më shumë për çështje biznesi, se dim shumë mirë se Jugosllavia ka prodhuar armatim AK-47 dhe e ka pas armatime në por dhe i ka shitë shumë shteteve tjera që në lindjen e mesme apo gjëtio, pse jo dhe Kosova ka blerë në kohën e luftës armatim për oficerë në mënyrë të mshep dhe me armatimin e tyre e kem porzonë ushtrinë e Jugosllavisë dhe dihet kjo është e qartë. Dhe ende s'kan dalë në pa ato shitje që kanë bërë UÇK-s komandant të ushtrisë e Jugosllavisë në mënyrë mshep vetëm për përfitime financiare dhe besoj që e din shumë mirë dhe nuk doin të bëjnë të madhe se bëhet luftën e mbrëmshme edhe e kanë minimizuar dhe nuk ka dala informacion pa, po njerëzit e inteligjencës dhe një shumicë e njerëzve të vetëdijshëm e din që në kohën e luftës i ka shit Serbia UÇK-s armatim. E ka pranuar edhe vetë komandante UÇK-s i ka mbledh armatim nga Serbia. Zotërimi nga ana tjetër, pse perëndimi e duket disi më tolerant prandaj forcimit ushtarak të Serbisë pikërisht në momentin kur tensionet globale po rriten pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë paralajmëruar vazhdimisht për ndikimin rus, por edhe atë kinez në Ballkan. Por në të njëjtën kohë pra kemi Serbinë e cila nuk po arrin pra të pengojë të gjithë militarizimin e Beogradit. Po tash me themelimin që sonë vitë Kosovë besoj që duhet të filloj edhe çështja bisedë Kosovë-Serbi dhe Serbia këto e shfrytëzon, kam thënë sera që në momentet kruciale dhe bën si hapa që komen në Atina, unë mendoj se Bashkimi Evropian dhe SHBA e lojnë qëllimisht blerjen e armatimit dhe riprodhimin e tyre dhe unë mendoj që kjo është ona medale se e dinë shumë mirë edhe vini ku që Serbia me SHBA, e dim shumë mirë që vizitat e emisarëve vitin e kaluar me blerjen aty në armatimeve dhe aeroplane Rafale nga Franca, ka qenë joshë dhe litijumi për mos shkulla nga Rusia atje, besoj ta Vučići është djeg dhe e ka pranuar edhe qartësisht se Rusia mos e sheh aliat Vučićin dhe kjo është karrotë e vetme që mund të mbajë një farforme Serbin kundrej aty në shtetet që mund të blej armatim. Po në fakt e din shumë mirë që nuk gëzon të sulmoj sidomos Kosovën që ka epshe dhe ëndër, njëherë e përgjithmonë ka përfunduar ajo kohë me luftë, me largimin në vitin 1999 dhe unë mendoj që Serbia këto bën investime të kotë dhe ai armatim nuk mund dhe nuk gëzon ta përdor kundër Republikës së Kosovës, po më shumë e ka për treg të jashtëm, për riprodhim e tyre dhe një pjesë thash më herët që mund ta lë në magazinat e veta për çështje vetëm për opinion edhe për medium, më thonë ja pra Serbia ka armatimin e fundit dhe bën këtë çështje dhe më shumë i shërbej vetëm për vete dhe jo diçka, po më shumë çështje për shitje për treg të jashtëm se sa për të mbrëmshëm. Zotërimi, mendoni se kishte nevojë urgjente Izraeli për këto kapacitete pasi dhe korridore për sigurisht dhe bashkëpunime me Serbinë, pasi në prag të këtij përshkallëzimi për me Iranin, marrëveshja ushtarake me Izraelin u aktivizua me një shpejtësi të pazakontë, duke parë këtu edhe para ratifikimin e plotë të parlamentit. Po, këto investime që bën armatim bën më shumë edhe për përfitim në materiale, kuptohet se ato rrjedhin milione euro dhe armatimi mbetër i Serbisë
pa përdorur, besoj që duhet të shkatrohet dhe bile pse të shkatrohet mund të shitet dhe blerja anaseltas. Unë mendoj që kjo dosje dhe kjo blerje nga Izraeli dhe anaselta Serbia shet armatim qoftë në forma të mshef dhe qoftë kështu të pamshëm, besoj që është më shumë interes për blerje dhe shitje armatimi, se e dim Serbia sa kohë ka prodhuar dhe riprodhon armatim ende, ato siç e ka, dhe besoj që mund të shërbejë qoftë grupeve interesi në për çdo qoftë lidhjen e mesme apo në një vend të caktuar, dhe unë mendoj ato janë shumë të forta edhe një financiare që rrjedhë miliona nga shitja armatime, dhe unë nuk mendoj që një vëqish me mendje shëndoshe të blej ato armatime dhe mund të përdor kundër vende ballkon perëndimor, besoj që nuk don koment dhe nuk ja vlen as të bisedohet, po më shumë është vetëm për tregën e jashtë, për riprodhimin dhe të ketë liderin për armatimin, si thash më herët në fillim e ndërruar që me shtetin Kroat janë rival të përbetuar dhe e ndjekin njëri tjetrin dhe shtyhen në atë aspektin popullor, se unë kam armatim me atë tema dobët, dhe kjo është joshja apo blerja e gjithë ai investim në armatim i kot, vend që të investon ato mjete në politika sociale dhe në çdo sferë tjetër. Serbi besoj këtë e bën më shumë për populizëm, për opinion, se sa për diçka tjetër, dhe është unë mendoj këto investime janë të dëmshme dhe vetë bllokuese. E qartë. Mirë, do elimi nga ana tjetër, ushtruesja e detyrës së shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Paletova, ka kërkuar formim të shpejtë të qeverisë pas zgjedhjeve të 7 qershorit, pra do të mbahen si edhe kompromis ndërpartiak për të zgjedhur presidentin e vendit. Si shihni këto deklarata të Bashkimit Evropian, pra a janë vërtet një sinjal shqetësimi për rrezikun e krizës politike tashmë që ndodhet në Kosovë? Po nderuar, unë shoh se ky reagimi i SBA është presion direkt mbi lëvizjen vendose dhe kryeminist në detyrë Albin Kurti, dhe besoj është ditë tash faj kryesor lëvizja vendose dhe Albin Kurti e kanë dashur shtetin në zgjedhje dhe kanë dashur çështjen e presidentit vetëm për kapin e kryeprokurorit shtetit dhe mos emërimit të kryeprokurorit të përgjithshëm special në prokurorinë e shtetit zotin Isuvaj, çështje e dashme, dhe kjo ka qenë çështje kruciale, dhe çështje kamuflojnë dhe e modifikojnë është çështje e tyre, nuk duhet përzimin dhe shkumen në zgjedhje, dhe që të mbahen në qershor të këtij viti, besoj që vetëm e ka dëmtuar reputacionin e shtetit. Republikës Kosovës të nderuar, dhe shtetin e ka dëmtuar me 11 milioner apo më shumë që duhet të angazhohen për mbajtjen e zgjedhjeve, për një grup njerëz të partive politike, dhe unë mendoj që nuk është dashur të vijë hiç, po ja pra mendësia e zotit Kurti dhe mos bërja koalicion dhe mos jepja e çështës presidentit qoftë LDK-s apo PDK-s, kalon bërslëk madh dhe vetëm ka marrë çërtime dhe vrejtin nga meqëtan, sidomos SBA dhe Bashkimi Evropian, dhe ky reagimi SD e çet vulën që ne kemi thonë edhe në intervistë kalum, këto sot se kjo është presion direkt mbi liderët e partive politike, sidomos mbi lëvizjeve vendose dhe Albin Kurti. E qartë, do elimi nga ana tjetër, a është duke paralajmëruar Bashkimi Evropian se zgjedhja e presidentit mund të kthehet në krizën e ardhshme politike? Jo, nuk e besoj që mund të kthehet në krizë, besoj është e qartë Kushtetuta dhe ligjet Kosovë dhe ato gjykime që kanë çuar në gjykatën kushtetuese nuk i lojnë më hapësirë për të kalkulime. Në audhëti Kushtetutës të fituesit të zgjedhjes i japet kryetari i parlamentit automatikisht dhe formimi i qeverisë.